Tri festat e përbashkuara, dita e flamurit, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, si dhe dalja e parë në skenë të UÇK-s. Në Prizren sot në Peslidhje filloi me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku në këtë ditë kishin ardhur shumë familje dëshmorësh, ish komandant e ushtar të UÇK-s dhe shoqatat e dala nga lufta. Ishte edhe kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, shumë ish ushtar të UÇK-s nga Shqipëria, Generale Kudis Lame, deputet të parlamentit si dhe qytetar të shumt për të nderuar këto tri festa bashk. Kryetari i komunës Shaqir Totaj me këtë rast tha se këto tri festa bashk janë festat më madhore që në vete përmbajnë respektin e vetlirisë, prandaj në këtë datë të rëndësishme i urojmë të gjithë shqiptarëve ditën e flamurit dhe ditën e pavarësisë. Po sot është ditë e madhe në historinë e kombit shqiptar, është dita e flamurit, dita e pavarësisë faktikisht, por njëkohësisht edhe dita e daljes parë të UÇK-s, por edhe dita e komandantit, ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Prandaj ne kemi një krenari sa i përket kësaj pjese të historisë, edhe normal që sot kemi ardhur këtu që t'i nderojmë dëshmorët tanë, sepse ata e kanë bërë sakrificën më të madhe në kohërat më të vështira dhe duke u falendëruar sakrificës tyne, ne kemi sot këtë shtetësi dhe kemi këtë liri. Natyrisht sot do ta kemi edhe një akt pak më special, do ta zbulojmë shtatorën e komandantit Tahir Sinani. Prandaj kjo do të jetë një simbolik e cila me një farë mënyrë ne jep me kuptues se historia nuk duhet harrohet, sepse nëse harrohet ajo përsëritet. Shfrytëzoj rastin që të gjithë shqiptarëve t'u uroj këtë ditë të madhe, edhe të vazhdojmë së bashku të ndërtojmë shtetin tonë, të ndërtojmë institucionet tona me punë, me angazhime, ashtu siç na kanë lënë amanet dëshmorët. Isa Berisha, kryetari OVL-s së UÇK-s në Prizren, tha urojmë këto tri festa të mëdha të kombit ton, kurse sot ne kemi edhe një event shumë të rëndësishëm për urimin e shtatorës së komandant Tahir Sinanit. Festat e nëntorit që koincidon me tri data më të rëndësishme të kombit ton, siç është ngritja e flamurit në Kruj, shpallja e pavarësisë së Republikës së Shqipërisë, ditëlindja e komandantit legjendar, po koincidon edhe medalja publike e ushtrisë shëndetare të Kosovës. Ne në varësin e angazhimeve që kemi sot me bashkëpunim me kryetarin e komunës, fillimisht erdhëm të bëjmë homazhe në varrezat e dëshmorëve, duke i nderuar më të merituarit, sepse në kuadër edhe në kësaj gjakut të këtyre dëshmorëve ne sot frymojmë lirshëm. Është një koincidon sot që Prizrenit historik përshtohet edhe një monument i rëndësishëm që ka të bëjë me luftën e ushtrisë shëndetare të Kosovës, duke respektuar ish komandantin e zonës operative të Pashtrikut, ish komandantin e zonës 2 të TMK-s, komandantin Tahir Sinani. Kështu që gjithë shqiptarëve kudo që janë gëzuar këto festat mëdha të kombit tonë. Derisa me mjaft entuziazëm, sot ishte edhe generale Selim Krasniqi, i cili ishte njëri nga kontribuesit e palodhur për sjelljen e shtatorës së komandant Tahir Sinanit në Prizren, i cili tha se jemi të gëzuar që na erdhi dhe shtatorja e komandant Tahir Sinanit në Prizren. Në radhë parë urime festat gjithë shqiptarëve kudo që janë realisht. Shpresoj që mos e harrojmë gjakun që është derdhë, po natyrisht për shtatorë jemi angazhuar, ka kohë që po punojmë në drejtim. Sot veç po finalizohet dhe po bëhet zbulimi i shtatorës së komandantit Tahir Sinani, edhe natyrisht ndihem jashtëzakonisht mirë për një vepër të tillë, edhe për një shtatorë të tillë që po na vjen Prizren, e cila shtatori ka mungu Prizreni deri tash. Kurse pos homazheve, sot ka edhe një varg organizimesh për të shënuar këtë ditë të madhe të kombit.